Përshëndetje të dashur miq të Gazeta Blitz dhe Blitz intervju me Asil Gashin. Sot jem në lagjën Ulpiana, e kam musafir një koleg timin, një gazetar dhe opinionist, analist që e çmoj shumë dhe që është shumë i respektuar në opinionin publik të Kosovës. Jam me Imer Mushkolaj. Imer, faleminderit që je pjesë në këtë intervju. Përshëndetje Astrid, mirë se erdhe në mahallën teme në Ulpian. Kena me folë për mahallën tonë, për të cilën ishte premtuar një parajs. Po, nëse flasim para 4 vjetëve që është premtuar, tash këtu ku jemi, domethënë do duhet ishte një situatë krejt tjetër, po për fat keq nuk është. Kena me folë për këtë pjesë edhe për Prishtinën, edhe ku je shumë aktiv me mendime, vlerësime, po mas parë pjanisim me qeverinë. Çao ka voti me. Nëse mundet me ditë kush. E di që e saktë është për mësjes. Çfarë sa din ti di edhe paka shumë, Astrid, jemi në një farë situatë shumë interesante, një situatë të blokadës, jo për shkak se për një mend ka nevojë me të qenë kjo blokadë, por për shkak se partitë politike kanë vendosur me na bloku tash sa kohë pas zgjedhjeve. Pra, zgjedhjet ekzistojnë, mundën me u gjet zgjedhjet, mundën me dalë prej kësaj krize po e quaj, edhe pse sidomos partia në pushtet nuk mendon që ka krizë, po nuk ka vullnet, e ky vullnet nuk ekziston për arsye jashtëzakonisht jo parimore, përkatësisht për arsye ndoshta edhe krejt personale, madje as partijake jo, po krejt personale. Pra jemi në çet situatë që në një farë forme tash nëse shohim edhe ndoshta idetë që vijnë pe opinionit publik, pe njerëzve të cilët na rrethojnë, thjesht mo nuk po ju intereson çka po ndodh, për shkak se për një mend ka kaluar çdo kufi të arsyes politike, kjo zvarritjen krimin institucioneve të reja. Ermal, para me në. Përshëndetje, Ermal. Imer, pse po mendon që arsyet janë personale më shumë se reale politike? Shpjegoj më pak se mu do të interesant. Unë mendoj që e pa thënë shpesh kjo. Unë mendoj që përtej arsyeve partijake, natyrisht, unë mendoj që këtu ka arsye edhe personale veçanërisht të njerëzve kryesor të partive politike, të liderëve të partive politike, të cilët në një farë forme, ndoshta tingëllon vrazhd, po këtë farë betejën për me hyrë në qeveri ose jo, për me kriju institucionet ose jo, për me shkuar në zgjedhje të reja ose jo, e shohin si betejë për jetë a vdekje në aspektin politik, gjithmonë po them. Brenda partive të. Brenda partive të tyre. Këtu po flas edhe për njerëz, edhe për liderë të partive, natyrisht, po flas edhe për njerëz të caktuar brenda partive politike, të cilët kanë një farë ndikimi në partitë politike të caktuara, të filluar partisë e cila ka qenë deri tash në pushtet edhe janë në detyrë, po edhe të partitë opozitare. Kush, si më thon, kush janë këta liderë që këtë betejë e kanë për efektet brendshme më shumë? Me konekshe po, nëse këshe mujtë me thonë, kush është më shumë të e bo këtë lojë? Unë shoh se ka probleme të partia që i ka fitu zgjedhjet, pra që partia që ka fitu më shumë. Probleme, Albin Kurti ka probleme me parti? Unë mendoj që ka probleme Albin Kurti me parti, përkatësisht njerëz të rëndësishëm partisë kanë probleme me Albin Kurtin. Ka njerëz të rëndësishëm partisë përpos Albin Kurtit tash aty? Ka njerëz të rëndësishëm partisë përpos Albin Kurtit, pavarësisht se të gjithë që shedim në një farë forme nuk shihen, kushtimisht po them, prej Albin Kurtit, për shkak se Albin Kurti e dim se që është qeverisë brenda partisë, në kuptimin e një lideri me premisa autokrate, në kuptimin e mbajtjes një qëndrimi të fortë përkatësisht mbajtjes në dorë të partisë, po ka njerëz të rëndësishëm brenda partisë, besoj njerëz ndër ata të cilët kanë qenë themelues televizion vendosje bashkë me Albin Kurtin. Ke fjalën për Glau Konjufcën, po më kujtohet. Po mund të qenë Glau Konjufca, mund të qenë Libur Naliu, domethënë kemi njerëz brenda partisë politike vendosjes në këtë rast, të cilët në fakt kjo situatë i vën në një pozitë të vështirë, ndoshta edhe në kuptimin e fatit të tashëm politik. Njësoj mund të themi edhe për parti opozitare. Tash dalim aty, vëmë çto edhe pak televiziave vendosje. Këta pak knacin me Albin Kurtin e pas kanë për çka? Unë mendoj që paknacia me Albin Kurtin është prej në radhë të parë, prej mënyrës se çysh ka qeverisë Albin Kurti në kuptimin ndoshta të përgjithësive që ka bërë të, kur po flas përgjithësive reale, se mund të më pas përgjithësive të nominale kushtimisht, po në anën tjetër të mos harrojmë se brenda lëvizjes vendosjes si partia më e madhe në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë interesa Astrid, edhe këto interesa veçanërisht muaj të fundit kanë dalë në sipërfaqe. Po ja ka vënë sherrna? Unë munda me thonë me bindje që sidomos çështjet që kanë pas që kanë bënë me energjinë elektrike, me tendera jashtëzakonisht mëdhej sa i përket edhe energjisë edhe të tjerave, kanë shkaktuar një farë trondje brenda lëvizjes vetëvendosje, edhe kjo
ka me u pasqyru, unë besoj, varet sa e në çfarë forme, po do të pasqyrohet edhe në të ardhmen brenda lëvizjes e vetëvendosjes. Qysh tash brenda lëvizjes natyrisht se ka jashtëzakonisht shumë pak knatësi, jo pse mos keq kuptohemi, jo pse po ka ndodhur kjo, po pse prej kësaj forme të menaxhimit të milionave, po fitojnë një grup e nuk përfiton një grup tjetër. Ose rasisht e kanë fjalën për Besnik Bislimin e TJ. Mundet me qenë edhe zoti Bislimi, mundet me qenë edhe të tjerë. Sepse flitet që, si me thonë, Ministritë Ekonomike i kanë njerëzit të afërt me ta. Absolutisht, për shkak se s'ka si tjetë ndryshe, se deshte, milionat, parat në këtë sektor lidhen me këto ministrit që në sfond e kanë në zhvillimin ekonomik, përkatësisht që kanë sfond ekonomik. Nuk po përmeni emna, po ideja është se grupet të brenda vetëvendosjes po dojnë me përfitu krejt. E na e dim që nësë një parti politike nuk përfitojnë krejt grupet për një arsye ose një arsye tjetër. E tash përdu me dalë me këto se ka të partitë opozitare, ku peshe? Të PDK-ja, të LDK-ja ma shumë. Ta këja besoj që sot kjo problem se në një varë formë është parti me strukturume rrëth edhe territorialisht edhe rrëth zë Haradime. Jo, ta këja nuk është kjo problem. As të nisma besoj. As të nisma natyrisht. Tek PDK-ja tash e Sovjet, do më thonë të pakten na që merrim me këtë punë, e dim se ka, nuk po thom një farë ndarje si me thik, po ka edhe aty grupe të cilat, pavarësisht se janë në opozit tash 5 vjet, ose edhe ma shumë, për shkak se ka qenë ajo qeverisja në sot LDK-s edhe AK-s, po shumë ma shumë. Ta pe 2019-s janë pushtat. Që i bjen 6 vjet, na e dim se kanë probleme, veçanërisht kur bëhet fjalë për mënyrën se kush është më i forti, ne e dim se cila linjë ose të paktën krijohet përshtypja se cila linjë mundet me dominu në PDK, aty kemi linjën e fortë, për quaj kështu, e cila është linjë që përfaqëson njerëz që kanë dalë për lufte, që kanë pas pushtet, njerëz të cilët kanë qenë pjesë e shërbimit sekret, njerëz të cilët kanë pas njerëz të cilët kanë pas edhe kompetencë jashtëzakonisht mëdha, qoftë menaxhime ndërmarrje publike e tjera, dhe është grupi tjetër i cili identifikohet si një grup që është pak më soft, pak më i butë, edhe i cili në fakt në një farë forme edhe në momente të caktuara ka shpëtu PDK-n për mja heka të farë, si më thonë, vellon e një partie shumë të fortë, agresive, dalën për lufte, po e kanë nxjerrë në një sfond tjetër. Aty ka probleme të cilat unë mendoj që janë si më thonë, kanë mujt me u amortizu me kandidimin e zotit Hamza si kandidat për kryeministër. Po tash zoti Hamza po ka qenë një farë lloj përbashkuesi këtij. Unë mendoj që zoti Hamza ka qenë një farë lloj përbashkuesi, për shkak se të mos harrojmë zoti Hamza ka qenë edhe pjesë e pushteteve të PDK-s në të kaluarën, kur kryeministër ka qenë zoti Thaçi, po në anën tjetër zoti Hamza në një farë forme edhe për shkak të prejardhjes së tij prej regionit nga vjen në një farë forme shihet si një farë mesi i artë, po e quaj kështu, që kish mujt me i përbashku këto grupe. Ndërka sa i përket LDK-s, natyrisht se ne e dim se rezultati zgjedhor ka qenë ose ka shërby, ma shumë më thonë, si një farë sigurese e cila është tërhek edhe kanë dalë në sipërfaqe interesat e njerëzve të rëndësishëm aty, të mos harrojmë se ky grupi brenda LDK-s, po e quaj grup, pavarësisht se mund të mos jetë i strukturuar, të mos harrojmë. Ka pak grup edhe gjatë zgjedhjeve. Pikërisht, ky grupi brenda LDK-s, i cili nuk është pajtuar me mënyrën se si kryetari i partisë ka udhëheq fushatën, se si kryetari i partisë e ka kriju grupin e vet rreth, ka dalë në sipërfaqe dhe duket se kërkojnë hise pak më të mëdha në Ki fjalën për Abdullah Hotin edhe deklarimin e tij. E kam fjalën Abdullah Hoti, e kam fjalën Arben Gashi, e kam fjalën të njerëz tjerë, të cilët janë bërë publik edhe më atë rastin e publikimit të atyre mesazheve në rrjetet sociale që kishte të bënte me pretendimet ose dyshimet se janë keqpërdor votat e diasporës për njerëz caktuar ose për grup caktuar të kandidatëve për deputet. Po, një pjesë atyre nuk arritën të hyjnë edhe një farë forme lumiri e rujti. Pajtohem që ka konflikte në PDK, pajtohem që ka konflikte në LDK. Në fakt, ato që përna i sjellë si risi, për pos analizës për të dy partia janë problemet e brendshme lëvizje me vendosje që për shumë kënë njën pa imagjinueshme për shkak të faktit që ajo partia ka një bab, Albin Kurti, ashtu e qunë veten. Absolutisht. Realisht e ka qytë veten gjatë fushatës dhe e ka një njeri të cilët mund mi thëmë gjithë shka, po meritat për pse vetvendosja është ku është, as nuk i ka
90% me janë të Albin Kurtit, pra. Unë pajtohem, Astrid, se na dim se lëvizja e vendosja në një farë forme është organizuar, po them kështu, në mënyrë vertikale, do më thonë është Albin Kurti edhe janë pastaj disa tjerë mbrapa në kuptimin jo siç mund të jetë organizuar me ta zonë LDK-ja, që shohon në mënyrë horizontale, ku për një mend njerëz të cilët mbajnë pozita qoftë komunale, qoftë nën kryetar të partisë kanë megjithatë hise të mëdha në LDK. Kështu nuk është në lëvizjen vetvendosje, pavarësisht se mund të ketë nën kryetare etj, nuk ka që ata të paktën ne i kemi pa duke tregu çat fuqinë politike brenda partisë të caktuar në këtë rast brenda lëvizjes vendosje. Gjithmonë kemi pas zotin Kurti, gjithmonë edhe adresimet për çka do të shohim, në kuptimin e kritikave, në kuptimin e lëvdatave pse jo, në kuptimin e sulmeve, në kuptimin e dyshimeve, kanë shkuar te zoti Kurti. Jo pse edhe opinioni publik ose mediat ose gazetarët opinionistat e kanë dashur një gjë të tillë ose kanë bërë me qëllim, po për shkak se vetë zoti Kurti që prej themelimit të lëvizjes vendosje na ka treguar që un jam kryesori. Ato që the ti, un jam baba, edhe për çka do të shoh një farë forme marr përgjithësinë. I merë që to fraksionet ta shumin thojza, dhe në thojza fraksionet mena, grupet mena PDK-s, grupet mena Lidhjes Demokratike të Kosovës, grupet të cilat mena Lidhjes Demokratike të Kosovës janë pakënaqura me kryetarin kryesisht. Mena Partisë Demokratike të Kosovës nuk është shumë krejtësisht kjo pakënaqësi me kryetarin, po është ma shumë garë e raportit të forcave të brendshme. Absolutisht, edhe këto ka shkaktuar edhe mungesa leadershipit që është në hak tash edhe sepse realisht Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të jetë në një farë forme më kështu detyre të kryetarit. Sepse njerëzit edhe është votuesja pret rezultatet dhe kthimin e vërtet. Që është legjitime me prit një gjë të tillë. Pra, nuk jam bashkëkryetar me kompetencat e plota në realitet. Po tash çto po më interesojnë. Çto grupacione. A ka mundësi që çto grupacione mund të kenë, si më thon, interes më të madh ose të jenë pengus në krijimin një qeverie me vetvendosjen. Unë besoj që sepse ka llafe për shembull që thonë që grupi i Bam Ivantit po punon për koalicionin me lëvizjen vetvendosje dhe disa ish ushtarak. Pra llafet për i qes. Ai që quhet grupi i Bam Ivantit. Ka llafe kënej që lëvizja vetvendosje ju ka ços me komunikim një pjesë të deputetëve që kanë pakënaqësi me Lumir Abdixhikun në procesin e zgjedhjeve në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ashtu si më thonë që çto lëvizje mundën me zhblloku ngërçin. Po ashtu edhe pakënaqësisë me lëvizjes vetvendosje që mundën me ia bë Albin Kurtit ma emergjent krijimin e institucioneve. Mos mendoj të rahat kështu. Unë mendoj Astrid që pavarësisht se na shpeshon analizat tona mund të ngllojmë shumë teknik në kuptimin se kur bojmë kësi kombinatorika kush më kanë mundet me qenë në koalicion, i marrim si të mirëqena ky 48, ky 25, ky 20, ky 10, ky kështu. Mirë po mendoj që është shumë se sa kaq ose duhet më pa shumë më shumë se sa kaq, për shkak se edhe kur flitet për shembull ta zon për lëvizjen vendosje, ne themi ka lëvizja vendosje me ata dy partnerët e vëgjël që i ka mbrana 48 deputet edhe ju duhen edhe 13 me bo një 69. I marim si të mirëqenë që ta 48. Po unë tash, nështë ta kom qenë i bindun para 3 muajve se mund të jetë kështu, po unë tash nuk kemi bindun që ata 48 deputet i ka gjithë që me mujt me bo qeverin, me votu kryeparlamentarin në shkute e qeveria. Për shembull, do më thonë, kjo është interesante me e pa prej perspektivës njerëzve që janë brenda lëvizjes vetvendosje. Se po t'ishte kështu, atëherë do shkonim tutje. Për shembull, na shohim që zoti Kurti po thotë që unë i kam numrat për qeveri, si kam për kuvend, mirë po, unë mendoj që lëvizja vendosje ka probleme të kësaj natyre. Në anën tjetër, ka probleme për shembull edhe të opozitas që përmendet ti, ka probleme të LDK-ja. Jo të gjithë njerëz të LDK-s janë pro krijimit të një bloku opozitar. Për shkak se edhe kjo është interesant me e diskutu. Edhe kjo është thonë, edhe pse jo në mënyrë të hapun, është thonë tërthorazi nga njerëz të rëndësishëm të LDK-s, kur është folë se pse ju nuk po bëni pjesë e një bloku opozitar, për shkak se nuk i kanë të gjithë deputetet pro një bloku opozitar. Për shkak të PDK-s në këtë rast, sidomos për shkak të PDK-s, për shkak se ne e dim se vazhdimisht LDK-ja është kritiku se në mënyrë shumë, si më thonë, të lehtë edhe pa fort rezistencë të kaluar në bo pjesë e koalicioneve me PDK-n, pavarësisht se më herët ka thonë se nuk mund të bëhen pjesë e këtyre koalicione. Në anën tjetër edhe tek PDK-ja, ato që i përmendëm më herët që si grupe që ekzistojnë për arsye që ti i përmende, edhe aty ka na shohim edhe Xhavet Halitin vazhdimsi të motor në raport me një koalicion ose mundësinë e bashkëpunimit të PDK-s me VV. Edhe pse tash nuk është deputet, po është një zonë i rëndësishëm i PDK-s.
edhe jo vetëm zoti Haliti, po këto mundet me zakonisht nuk flet diç për veti. Absolutisht, unë munda me këto deshta me thonë, munda me besu që zoti Haliti megjithatë e ka informata se qysh po sillen gjanat mbrana PDK-s, edhe mbrana PDK-s ka njerëz të interesuar që të shkohet natyrisht në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, pavarësisht se Lëvizja Vetëvendosje ndo nuk ka bëu ftesë zyrtare PDK-s. I ka bëu LDK-s, po jo shkoj ka pak takime Albini, vetëm me thyj. Unë mendoj që në një farë forme ky ngërç që kemi aktualisht Astrid na çon edhe ka një farë përpjekje që mbasën e një të ardhme jo shumë të lartë me arsyetuar këtë bashkëpunimin, po me atë logjikën që valla na e bëm këtë koalicion se s'patëm ka shkojmë, si më thonë. Na çon jena tut ton ka pak. Absolutisht. Po ne tut më thoj se. Po kuptoj, po pak më shumë është çështja se çysh e shohin këto votues, sidomos votues shumë militant të partive politike. Mi qit hisyve, mi bo budall ka pak. Një farë forme, nëse mundem me qujt këto, se është një fjalë. Dikujt i kishte thonë, për ndaj rasti atë kishte thonë, e ka bo budall çështën. Po, absolutisht, po e kuptoj që e përdorim na edhe si shprehje popullore, po unë mendoj që kjo është edhe një prej arsyeve sepse tash ka pak ndodhin edhe këto takimet me ku diun mes PDK-s edhe LDK-s, mund të ndodhë ose mund të kenë ndodhur takime në prapasken që na nuk i dim, por pra po them, unë mendoj që megjithatë ka mundësi që qeveria të krijohet, institucionet të krijohen dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja. Unë nuk shoh arsye me shkuën në zgjedhje të reja me këtë kombinim partive politike të numrave që janë në Kuvendin e Kosovës. Po apo doket aty ka pak kjo puna po shkon në zgjedhje si kërcënim që ja bën njëri tjetrin, realisht ka kusht në fakt se ka tu do të thotë nga kërcënim. Se pengjoj njëri ti pedin që sa kanë seriozisht po duhet. Edhe kjo po vrehet, domethënë vrojtues të zhvillimeve politike po shohin që kjo për një është një farë nuk është e vërtetë, në kuptimin që është veç për opinion publik, për shkak se vetë partitë politike e dinë se si kanë kaluar në këto zgjedhjet e shkurtit, edhe nuk besoj që zgjedhjet të jashtëzakonshme që mund të bëhen në një të ardhme të afërt mund të ndryshojnë shumë në rezultatin e partive politike, pavarësisht se mund të jenë problematike për njerëz saktum që janë bërë deputet edhe që mund ta kenë një fuqi tash e që mos mund të jenë deputet në legjislaturën tjetër, kur do të shmon zgjedhje. Duhet ndërhyer, i merr me shti një temë tjetër në mes. Prapë kena me vazhduar me fol për këtë pjesën e qeverisë, po me shti një temë tjetër në mes. Qysh po doket Ulpiana e Përvarim Ramës? Kur përmendë këtë pjesë, edhe një element, se jam gjithu në teren. Para se me fol, e kuptoj. Para se me fol, edhe një element. Për shembull, ne e dim se zoti Abdigjiku dhe zoti Rama kanë probleme, kanë pas probleme tjera. Por afrimi i zgjedhjeve lokale i ka bërë bashk. S'di apo e vren, domethënë tash në çto projekte që i kanë nis zoti Rama vit kohën e fundit e tjera, sikur ishte një farë të energjie të re, shkon bashkëtoi viziton e tjera. Unë personalisht si person që jetoj në Ulpion tash 30 vjet, absolutisht nuk jam i kënaqur në mënyrën se çysh ka udhëheq zoti Rama, po nisem prej lagjës teme për shkak se nëse i shohim premtimet që i ka dhënë vitin 2021, e të cilat për fat të keq shumë vështirë mundën mu gjetë në internet, jo në zhduk dika. Mediat. Po mediat se i kanë rujt ose i kanë rujtur e qëtë të cilat merren me menaxhim, me monitorimin, po s'mshefen, ama këtu ka pas me qenë për një mend një parajse e vërtet. Dhe ky rezultati tash nuk na tregon çfarë, domethënë Ulpion nuk ka që ka ndru diçka prej ardhjes së zotit Rama në krye të qeverisjes, përkundrazi, madje edhe këtë përpjekjen për me marrë si punë të vetën edhe këtë renovimin e soliterëve ikonik të Ulpianes, unë mendoj që nuk është e sinqert, për shkak se kjo punë është kryer në kohën e zotit Shpendameti edhe në kohën e investimeve që janë bërë nëpërmjet projektit sfidës mi vjeçare, Petri Selimi ka qenë aty. Po, kur ka qenë zoti Selimi. Kështu që jo vetëm këto, po unë mendoj që në përgjithësi nuk është që mundem na tash me fol për shumë suksese kushtimisht, ose nuk mundem me fol madje për realizimin e projekteve që ai ka pas si projekte kryesore, si premtime kryesore në fushat. Unë mundem me u keq kuptu ndoshta pe njerëzve se kam diçka personale me zotin Rama, me kryetarin e tjera. Ama absolutisht nuk kam kur gjonë, flas vetëm prej një perspektive të një qytetari aktiv i cili mendon se megjithatë duke pas parasysh pritjet që kanë qenë për zotin Rama si një
profesionist i fushës, i cili na vjen prej Londrës me ide qarta, vizione qarta etj. Për fat të keq nuk janë realizuar. Imer, nga këndi i qytetarit të Ulpianës, po kthejna kështu në 20 vjet e fundit. Kush do që ka punu më shumë për kryetarëve? Po nuk ka që ka pas shumë ndryshime në Ulpianë. Nuk ka që ka pas. Do më thonë, jo përbes nëse shohim, për shembull që këtu pak më poshtë, Astrit e kemi tregun në Ulpianës, i cili është në gjendje katastrofale, domethënë, ka mjet mozomakeqe po thonë. Ose po themi të tregu kryesor që është mozomakeq, nuk ka ku më çfarë investimi me skandaloze, domethënë, ditë sot ditë me lën në situatë të tillë me një treg. Po flasim për gjëra jashtëzakonisht të thjeshta, ç'është më thonë, të timta po të rëndësishme për jetën e qytetarëve. Unë e shoh si një problem që këta kryetarë që vinë shfaqen si, ç'është më thonë, one man show, do më thonë gjithçka marrin, ne me ty nëse ne do t'i realizojmë, edhe pastaj kur vjen puna të dështimet përpiqen me shpërndarjet e tjerë. Unë mendoj që Prishtinës i duhet ekipe mirë, në kuptimin e njerëzve të cilët për një me mundën me kry punë. Ta shohim nëse tash çdo zgjedhjet lokale, partitë politike do ta prezantojnë edhe ekipin në forme të qeverisjes, në kuptimin po them gjithë drejtorë të drejtorive etj, po të paktën 5-6 njerëz kryesorë me të cilët mendojnë me punu, për shkak se pak është për një mend jo sinqert që ti e marr votën me personin tënd si individ, e në anën tjetër, gjatë 4 vjetëve, ndodhen atje çaq ndryshime në kuptimin e prishjes koalicioneve, ndreqjes me tjetën etj, saqë drejtorët komunal që vinë aty vinë vetë si emra se duhet me taku një koalicioni caktuar, po në anën tjetër nuk janë pjesë e ekipit që mundet me çu përpara çështje të rëndësishme për qytetarët. Çfarë është që betejën mes komunës Prishtinës dhe kryesisht Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sporteve me institucionet për rreth ato trashëgimisë lokale në projekte, si më thonë, çfarë është që luftë edhe kënd e zën ti në analizën tonë me fajtor në këtë gjë. Që unë sparjo shumë keq që projekte që i ka prezantuar zoti Rama në 2021, këto që i ka nis 3-4 që po thotë që kanë probleme ose paktën kështu po del se ka probleme me ligjin, janë nis me shumë vonesë. Unë mendoj që pikërisht kjo nisja me vonesë dhe presioni i kohës tash para zgjedhjeve lokale, po e bën këtë farë betejë, po e quaj jashtëzakonisht shumë të ashpër. Për shkak se pa marrë parasysh, nëse ne pajtohemi se jo me një ligj, është një ligj i cili duhet me u respektu, secili ligj. Tashti në Prishtinë, për fat të keq, nuk ka që kemi shumë trashëgimi, çfarë mund ta kenë kryeqytete tjera, qoftë në rajon, qoftë më gjon. Po të paktën formalisht i çdosh më respektu çdo far ku diun e lejet etj, por në anën tjetër unë shoh edhe një far përpjekje prej nivelit qendror që në një farë forme gjithmonë me e fajsue, si më thon, palën tjetër në këtë rast kryetarin Rama, këto është në funksion zgjedhjeve lokale, për shkak se unë mendoj që ose Ajrullah Qeku, ministri figura më e përmendur në lëvizje vendosur. Jo vetëm më përmendur, por që besoj që është veç është e caktuar si që ai tjetë domethënë kandidat për Prishtinën, edhe zoti Qeku, nëse shohim edhe në nivelin e deklarimeve publike prej pozitës së kryeministrit, tasheni është duke u marrë me Prishtinën. Për te trashëgimisë kulturore në vende tjera, po merret me Prishtinën. Po për mua është jashtëzakonisht e dhimbshme që viktime këtyne përplasjeve, çfarë do që mund të jenë ato, se për një metë është shumë problem për me nxjerr fajtorin. Është qytetari. Jo, është qytetari. Për shembull, na shohim atë sheshin Gjergj Bosh aty që o blloku si rrugë që sa vjet, nuk është gjetë zgjidhje alternative për lëvizjen e veturave, edhe unë vetë, Astrid që shëdini, unë jam pro kundër veturave dhe pro shesheve, pro hapsinave etj, se nuk kam edhe veturë edhe nuk pretendoj, me këtë logjik, për një mend, nuk shkojmë kërkon, kuptimin që mundet komuna me qëndru prapa atësaj, si më thonë, qëndrimit vetë ose kryetari Rama në këtë rast se po unë e kom premtu sheshin edhe ma kanë dhënë besimin qytetarët, po nëse se kanë votu që e gjysma tjetër, i bjen që ata gjysma tjetër se kanë dhënë besimin. E kuptoj, është shumë problem për me identifiku cili për një mend është interesi publik për një projekt caktuar, po fatkeqësia është që qytetarët po mbesin viktima të kësaj betejë politike, qysh po mbesin viktima tash sa javë edhe për çështjen e pastrimit të mbeturinave në kryeqytet, që për mua është jashtëzakonisht banale edhe absurde që në vitin 2025 mos me mri kryeqyteti me e pastru që duhet
pjesën e vetë, ndërkohë që kjo më ngrit në një nivel të akuzave ndërcjella politike. Imer, faleminderit. Çdo është pjesa e parë, pjesën e dytë po shkojmë në studio debat plusit. A kem debat? Kem debat edhe para ditës, se jena mësu tash. Do bëjmë një debat në mëngjes para ditës. Edhe po vazhdojmë prapë me fol për politikën, po do folim pak edhe për gazetarinë. Natyrisht, me kënaqësi. Se nuk po dëna me lëm politikën me fol për ne. Ma mirë na po folim vetë për ta. Po provoj mos me lëm, po përpjekjet janë për fatkeq shumë të mëdha që ata me marr lidin edhe me fol edhe për gazetarinë, më na mësu neve ç'është bëhet gazetari. Faleminderit, shihemi. Rrini ju shikues të nderuar sepse te ju s'ndron kurrë, s'ka as reklam mes as kurrë, vazhdoni më njëherë. Veç na ndrojnë vetë. Imer, përmendëm më herët ndërhytëm me Prishtinën për shkak të faktit që ishim në Prishtinë dhe më kujtu që je aktiv në atë pikë, po lam pa e përfundu këtë pjesën e zgjedhjeve. E the që s'ka asnjë arsye për me shku në zgjedhje. Pse mundëm më shku deri te zgjedhjet, pro? Në qoftë se s'ka arsye, pajtohem plotësisht që s'ka arsye. Pe perspektivës së pushtetit, unë mendoj se pushtetit i konvenon të shkojë në zgjedhje, kur po them pushtetit kam fjalën për lëvizjen e vendosjes, në këtë rast mos keq kuptohem, për shkak edhe të zgjedhjeve lokale. Domethënë do të ishte shumë e favorshme, besoj unë, për vetëvendosjen që të organizohen në njëjtën kohë zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet nacionale. Duhet me pas parasysh se vetëvendosja zakonisht performon dopt në zgjedhjet lokale. Kjo është rezultati i komunave që i ka të fituar për zgjedhjeve të kaluara. Kështu që do të ishte, si më thon, favor të saj që këto zgjedhje organizoheshin bashkë, me logjikën që mbase kjo si më thonë, nuk e kisha qujtë frymë, se s'ka kur farë fryme, po që kjo logjika e fushatës së zgjedhjeve nacionale me u përzi dyqysh me fryme në zgjedhjeve lokale, edhe me përfitu ma shumë komuna. Por ndryshe nuk shoh që ish dasht me pas tjetër arsye nga ana e lëvizjes vendosje, unë nuk besoj që zgjedhjet e reja do ta zgjidhnin problemin sipas optikës së vendosjes me idenë se ata do të fitojnë më shumë. Unë nuk mendoj absolutisht që vendosja do të fitojë më shumë se sa që ka fituar në zgjedhjet e 9 shkurtit, dhe kjo nuk është arsye sepse ata do të mund të insistojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në fakt nuk është që po insistojnë shumë Astrid, sidomos jo kohëve të fundit, për shkak se po duket se e kanë marrë vesh, se edhe ata shohin sondazhe, bojnë sondazhe tjera, se nuk janë zgjidhje për rritje të partisë, zgjedhjet e jashtëzakonshme. Edhe për këtë arsye mendoj që tash për tash nuk ka që partitë janë të interesuar, kushtimisht nuk është kërkush shumë i entuziazmuar, wow, hajde se po shkojmë në zgjedhje lokale, përpos nëse vjen për një mend situata e tillë që nuk ka kurfar dere, jo po as dritare sa do të vogël për me gjetë një zgjidhje. Si ke pas idenë e LDK-s për ta themi, nëse mund ta quajmë ide për një qeveri gjërë? Unë realisht nuk besoj. Unë nuk besoj në këto, nuk besoj në parim, po flas në çto farë qeverit, si më thon, teknike, kalimtare, hadë të gjithë të futim një qeveri vllazën dhe motra, nuk i shoh shumë të dobishme, as më tepër nuk e shoh Kosovë të mundon edhe dobishme, me logjikën se nuk është që krejt partitë politike merren vesh ose mund të merren vesh për një agjendë që mund të ketë 3, 4, 5 pika të caktuara. Domethënë, tu pas parasysh se partitë politike kanë, sidomos për çështje të rëndësishme, unë mendoj mendime edhe ide diametralisht të kundërta, është e pamundur që ato të bëhen bashkë, qoftë edhe me një agjendë që do të përfshin të 5 pika që ato të realizohen. Pra nuk e shoh shumë të dobishme, po edhe shoh totalisht të pa realizueshme. Unë mendoj se kjo ide erdhi nga LDK-ja në farformë për me neutralizu qëtë presionin që është bo edhe prej opinionit publik në përgjithësi, se çfarë do më thonë ky pozicioni juaj as mish as peshk, as me vetëvendosjen, as me opozitën, edhe ata e prezentun, përkatësisht kryetari LDK-s e prezantoi këtë ide si një diçka të ndërmjetme, me idenë se po na nuk jemi as me vetëvendosjen, as me parti deri tash opozitare, po hajde po bëhem bashkë krejt aty. Domethënë, prapë për mua është problematike ky qëndrim, se derisa ti ke qenë në fushat, ki bo fushat me idenë se në asnjë formë nuk bëj qeveri përkatësisht koalicion me lëvizjen e vendosje, tash po bëj ka lëvizja e vendosje, po bashkë edhe me parti tjera opozitare. Domethënë është pak problematike. Lëvizja e vendosje po LDK s'po do më shku kërkon pa PDK-n, për shkak po lip qeverinë. Po për shkak se shfrytëzojnë tash, shfrytëzojnë edhe politikisht. Që shfrytëzojnë zakonisht këto ide. Çto akuza për adin ka pak shumë që 15 vjet po bëhen adin. Diçush, halo po flanë në opinion.
që këtë tentimi me mashtru në qëtë formë popullin, apo kupton? Ku kë thot je kë me këto, jo kë me ato, realisht këtë jenë me secilin. Absolutisht. Dhe më thonë, po e akuzojnë njëri tjetrin, që ndërkohë që këtë jenë me secilin, adin, ka pak po më çudit, s'po më me besu, po më duket ka pak që nuk është populli qaq budall, si më thonë. Absolutisht, nuk është fare budall, për me jau... Rrën e njëjtë, Absolutisht. me mashtrimi e njëjtë, me... Me jau paketu ndryshe. Edhe me përsërit. Me përsërit, me vërtet. hongër gjithë, që shpethon. Veç më u kthy edhe me po... Pak po më duket sikur në nëshmim që pi Veç më poshtetarëve nga edhe me parti. po koalicionet lokale që jo mbostret. Ti aty ki këto parti që demek nuk po bojmë na koalicione qendrore, lokale për shkak të interesave komunale, ku dione të vogla atje, lokale, se jo të vogla, se edhe në komuna ka interesa shumë të mëdha, janë bashkë, apo jo. Për shembull të ke pas në Prishtinë LDK me PDK, apo jo. Pse pas ka bu me bo një koalicion në kryeqytet me PDK në LDK-ja, e nuk po bëj ka me bo koalicion nivel qendror. Po, dhe tash çuditshëm ku vend PDK dhe VV-ja votojnë gati njëjtë. Tash këto dështa me vazhdu, domethënë në Prishtinë ti e ki koalicion jo formal, kushtimisht më thon, PDK me vetëvendosjen, që zakonisht dalin kundër ideve që i ka LDK nëpërmjet kryetarit Trama, ose në komuna të tjera ti ke vetëvendosjen që ka bë koalicione për shembull në Gjilan me kënd ke pas zotin Hyseni me PDK. Një grup PDK. Domethënë jemi ka flasim për një mend për përpjekjet të dëshpërume me na tregu një fotografi tjetër prej asaj që është në realitet. Për shkak se pajtona plotësisht ato që tha se cili është me secilin. Nuk ka këto parime, si më thonë unë i kam këto parime, nuk i shkeli as nivelin qendror as nivelin lokal. Jo, nëse ki fol për parime ti i ki shkel ato parime. Ha dëshkojmë tutje që mundë me bo më mirë. Hekni mo këto, si më thonë, tregimet që su beson kërkosh për parime. Unë jam parimor, nuk bëj. Na tregojnë koalicionet lokale që ki bo, edhe mund është me bo dhe tash, po nuk po donë me bo dhe tash. Nështë po donë me ngre, si më thonë, litarin deri në atë pikën, pak para se më u kput, edhe më arsyetu vendimin që mundet me ardhë për me bo koalicion qoftë me PDK-n, qoftë në koalicion tjetër. I merë, këna me dojë të mjedhë që e fundit është se ka pa 2 ditë më dukur, kur kem dhe vartës, e ke jep një deklarate cila si e këtë citu me pastaj boni bujt madhe. Edhe i dhim të shumë edhe levizjet e vendosje. Edhe po se... Se e këtë citu me përmirësume, po tani si me dhënë njerëzit penetrojnë që shpo kanë qenë levizjave të vendosje, Astrit e ka plot gojën me oligarki e tjera, ndërkohë që ata gjatë në 4 vjetë dhe që kanë bo? Oligarkian? Në më thonë, kanë provu edhe kanë arrit dhe një farmace me i kryu, nëse po flasim me termin oligark të vetë. Jo, po shteti është oligarkin vetë. Jo, po flasë për vetë vendosjen si të tilë, dhe më thonë, si një komponente e shtetit, si partia cila e ka udheq shtetin. Për mes qaru edhe njerë ato që e kom thonë, po jo pëse... Jo, së është analizë. Po, ideja është, unë e mendoj që nëse shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, kur do të qoftë, përfituesja më e madhe mund të më dalë PDK, edhe për këto e kom si më thonë, mendimin tam, idejen teme, për shkak se konsideroj që vetë ideja se vetë vendosja nuk i ka bo ftesë PDK-s për me bashkëqeveris me ta, në një farë forme, si kur e ka amnistu PDK-n nga një farë përgjegjësie që si subjekt politik, me deputet që i ka, me forcën politike që i ka, me qenë, si më thonë, përgjegjëse edhe ajo për krimin e qeverisë. Me këto nuk po du më thonë tash se si më thonë, përgjithësia e PDK-s ose LDK-s është me madhe se vetëvendosës, që thonë partia në pushtet e ka atë përgjithësin më të madhe, ose partia që i ka fitu zgjedhjet në këtë rast, por kjo një farë forma amniston PDK-n. Në anën tjetër, ftesa që ja ka bo LDK-s, ma shumë ka qenë nga ona e Zotit Kurti për me dëmtu LDK-n, se sa që për një me i ka interesu me bo koalicion me LDK-n. A ka arritin në afat shkurt? Varet shumë, unë mendoj prej mujve tarshëm, për me po, nëse për një mend ka arrit se me dëmtu apo jo, po qëllimi mendoj që ka qenë kë, edhe për një fakt u pas parasysh se me gjitha ta ende në partinë e Zotit Kurti, ose ende partinë e Zotit Kurti e votojnë njerëz të cilët kanë qenë në LDK, që pa të ndalë për LDK-s në përmjet zonjës Osmani atëherë, do më thonë. A je ka një numër të votave që tash mundet me shku në përmjet listës Gudzo, ku dion Zotit Peci, zonjës Gërvalla, deputetëve që janë aty, po ende ka ato. Edhe unë mendoj mundet me rrujt që të farë numrit vota, vetëm duke provu me edemtu LDK në këtë rast. Ku e shef Vjosa Osmanin? Në rast se s'është presidente, a shef në pensionim? Vjosa Osmani, nëse zgaboj, i ka 23 vjetë tash,
që është jashtëzakonisht e re në kuptimin politik, edhe unë nuk besoj që një politikane si Zonja Osmani, e cila e krye një mandat 5 vjeçar si presidente, mundet me u pensionu politikisht. Unë mendoj që Zonja Osmani do të jetë pjesë e skenës politike, edhe duhet jetë pjesë e skenës politike. Është çështje tjetër çka mendoj unë personalisht për profilin e saj si politikane e tjera, po unë po flas pe idesë se megjithatë ajo ka prapë çfarë më thon politik, është e re në kuptimin e moshës politike, edhe unë besoj që ajo do të jetë pjesë e skenës politike. Varet shumë tash çfarë koalicioni mund të krijohet, eventualisht në koalicion pak më i madh, në mënyrë që mbase të mund ta nxjerrë thënë edhe një mandat presidencial, po unë është vështirë që ajo ta vazhdojë edhe një mandat si presidente, dhe nëse ajo nuk mund ta vazhdojë një mandat si presidente, logjikisht do të mund ta krijonte një subjekt ri politik. Unë nuk besoj që ajo do të kthehet tek ai subjekti që e pat kriju, për shkak se ajo lëvizja guxo, lista guxon fakt, e Zonjës Osmani me këto që është tash pas 5 vjetësh, është diçka krejt ndryshe, domethënë. Lëvizja, lista guxo që tash është partia guxo në kuadër të listës së VV-s, është ka njëherë kom përshtypjen më shumë VV se sa vetë VV-ja, sidomos kur dëgjojmë deklaratat deputetëve të guxos. Kështu që mendoj që ka hapësinë për subjekt të ri politik, edhe Zonja Osmani logjikshëm, duke menduar politikisht, do të mund ta shfrytëzojë këtë hapësinë. Tash a mund të ketë në një opcion për parti 3 kushtimisht thonë persona politik të ricikluar, a mund të ketë edhe 3 e tjera, kjo është çështje tjetër, po na jemi vend i vogël dhe tek e fundit që ta njerëz që merren në politikë, që ta i kemi, nuk është që kemi shumë më shpik politikan. Një o 2 mundu më shpik. Një o 2, po nuk është që kemi prodhu goxha më të kështu figura interesante të reja. Qeveria përballë medias ose mediat përballë qeverisë, domethënë një betejë më e madhe ndoshta në Kosovë se sa betejë politike mes qeverisë dhe opozitës ka qenë betejë mes qeverisë dhe mediave. Mediat janë sulmu skajshmërisht shumë nga qeveria, po njëkohësisht edhe mediat ja kanë kthyr qeverisë shpesh herë me një zhurmë gati të njëjtë ose të kaluame. Çka është që qeveria po interpreton gjërat që shpëdon vetë, ne kemi po këtë rënjen e rënd në raportin e lirisë shtypit, që qeveria po thotë, jo, përse një 3-4 veta kanë fol, kur këta 3-4 veta folshin e urrit ke Kosova, e nxojshin, e mershin ato si të mirë. E mershin meritat. E mershin meritat, domethënë. Pse partia politike në pushtet po mendon që është mirë për të dhe për Kosovën, që ka qenë pushtet me tentu me mbyll këtë hapësirën mediale? Dhe apo e sheti që po e bën çata? Unë mendoj që partia në pushtet, përkatësisht njerëz të partisë pushtet janë të vetëdijshëm se kjo nuk ka mënyra duhur, kushtimisht po them për me u qas mediave. Unë mendoj që ata bojnë me vetëdije të plot një gjë të tillë. Unë mendoj që partia në pushtet, tu janë nis pej Zotit Kurti e tutje, e shohin shumë më të rëndësishme që të mbajnë pjesën militante të votuesve tyre të lidhur në mas, madje edhe me çmimin e sulmit ndaj mediave dhe rënies së lirisë shprehjes në indekset ndërkombëtare. Domethënë shumë e rëndësishme është që me çdo kusht mediat të nxjinë, mediat të fajsojnë për çkado që mundet më ndodh keq në Kosovë, sesa që për një mend të provojnë që të krijojnë një ambient sigurt për gazetar edhe ambient sigurt për funksionimin e mediave. Ti e din Astrid që një kohë gjatë është u thonë që po mediat kanë qasje armiqësore madje ndaj kundrejt lëvizjes dhe vendosje, për shkak se çysh e përdorin ata një fjalë që është totalisht e papranueshme, po e përdorin këtë rast me ilustru, ja u kanë nal taxhin. Me këtë logjik, na si media do duhet të ishim mbyll më një herë sapo ka lëvizja dhe vendosje në pushtet. Po për fat të mirë, jo që mediat nuk janë mbyll, përkundrazi janë themeluar media të reja, vazhdojnë të themelohen media të reja, edhe vazhdojnë që mediat të mbajnë veten me vështirësitë që i kanë absolutisht financiare, edhe të llojeve tjera, edhe të kryejnë punën e vet. Unë nuk muj me kuptu se qysh një parti politike, siç është lëvizja e vendosje, mundet me i konsideru mediat armiqësore. Tash me këtë logjik ata mbase mendojnë se mediat nuk duhet me ekzistu hiç, ose duhet me ekzistu vetëm mediat e caktuara të cilat do të mund të transmetojnë ato që thot lëvizja e vendosje, por fati i mirë është që në Kosovë mediat janë media kritike, të cilat e kanë marrë përsipër të dekonstruktojnë
edhe deklarimet, veprimet, gjitha ato që vinë pe pushtetit, e kjo po i dham pushtetit. Për shkak se nëse vetëm flasim për shifra që ata zakonisht i përmenim, për numrin e të punësumve, për shifrat e papunësisë e tjera, edhe punën pastaj që e bojnë mediat me i dekonstruktu ato shifra, ose ato deklarata me i den me po ajo apo nuk janë të vërteta, kjo i dham qeverisë. Për shkak se nuk po arrin me dëpërtu thjesht propaganda e qeverisë. Lëvizja e vendosje po don me pas hapësinën e pa cënume për propagandë të vetën. S'po i mjafton tash po thu kjo rrjetet sociale, se një kohë u vesh netshke me Facebookun, me këto, që më thonë kjo s'kam nevojë për media hiç. Unë mendoj se deklarimet zyrtare i bënin në Facebook, as që çeshin në gazeta. Po për asaj kohë kur ka menduar ashtu Astrid, tash ka ndonjë diçka shumë e rëndësishme, që ky integrim jashtëzakonisht i madh i rrjeteve sociale me media. Po. Edhe kjo në një farë forme ka ndru lojën kushtimisht. Çata po pes. Me këtë ide, pavarësisht sa ai mund t'ja të kënaqur kushdo qoftë, partia si parti ose individ si individ, me atë hapësinën që mund ta kenë në Facebook, integrimi i rrjeteve sociale me media, rritja e mediave sociale, shtimi i përmbajtjes, kritikën e media, i përmbajtjes tjetër e ka bë shumë të rëndësishme që lëvizjave të vendosje tash me e pa median për fat të keq si armik, me e pa armiqësore, mos me pa si partner. Se vetë ato që pyetjen që bënë më herët, kuptimin mediat përballë qeverisë. Logjikisht, pse ka nevojë më konë mediat përballë. Po, këto nuk kanë dosh me e bo mediat me qenë përballë qeverisë. Këto ka dosh me bo qeveria. Këto po e don qeveria, për shkak se te mediat po e sheh një, po them, rival, në fojza, peshe një rival që ditërisht shumë më të fortë se sa në mendjen e tyre po i sheh partitë politike. Po i forcon kështu mediat pa dashje, qeveria. Unë mendoj që... Sepse duke i qitë në kontekstin e rivalve, mediat, po dhe analistat, dikush Ermalja, dikush më tha që, si me thonë, për kënë këshit votu, ma shumë se shumë parti politike dojnë analistat, është kjo është e shëtishme, përqysh, më të për analistat, dhe me thonë. Absolutisht. Na kanë bo figura pa dash me qenë. Absolutisht. I kanë bo edhe mediat figura, realisht pas nevoj mediat me qenë figura. Unë e tit pak të në që jemi në këtë fush, në këtë biznes, po e quajnë thojza se tash me këtë kuptu që 25 vjetë, na e dim, të pak të unë të vetja, se une ato mendimet që i kom pas vazhdimisht me idenë edhe të parti tjera, vazhdoj me qenë kritik edhe me këtë parti, si me thonë, nuk ka që kom ndryshu unë, ka ndryshu lëvizja dhe të vendosje, ka ndryshu partit politike, ka ndryshu pushteti, edhe njerës nuk duhet me harru, na probleme kemi pas vazhdimisht me pushtetet, edhe kur ka qenë Hashim Thaçi, edhe kur ka qenë Ramush Haradinaj, edhe kur ka qenë Isa Mustafa. Ka pas protesta. Kemi pas protesta, kemi pas bojkote, kemi arrit me kthy ligjin atër nenet kundër ligjit, nenet kundër dekriminalizimit të kriminalizimit të shpifës dhe fyrës, në fakt që u dekriminalizu, pra nuk është tjera par që na jemi kushtimisht po thom këtë betejë për media, po jo pse mediat kanë dëshirë, po për shkak se pushtetin në një farë forme po imponon qëtë idenë që mediat me qenë rivali kryesor i tyne. Të çështje tjera pastaj, nëse për një me gjuha e dikujt, qoftë në studio televizive, qoftë në një media, eskalon, po them, në raport me njerëz që janë në pushtet, ose në raport me politikën e përgjithësi, ekzistojnë bre instanca ku mundesh me i drejtu këto vrejtje që i ki, ekzistojnë mekanizma, ekzistojnë asociacione, ekzistojnë të këfundit gjykata ku mundesh me... Që këshilli i media shkua për shumë kërët e Ermal, sose ty na që vrejtje njëve media. Absolutisht. Nuk është që na mbron, por nuk është që na mbron qëllim shumë pa drejt. Është këshilli i media, është asociacioni i gazetarëve, është KPM-ja si institucion kushtetues që e ki. Do më thonë, gjithë ta mekanizma duhet më shfrytzu pe të pa kënaqurve, mënyrë që me kërku të drejten e tyne. Por, ma rrezikshmja është se këta nuk i shfrytëzojnë këto mekanizma. Këta i shfrytëzojnë profilet e tyne në rrjetet sociale, nëpërmjet armatës së militantëve që i kanë, për me i kërcnu, për me i provu me i delegitimu, se këta qëllimin kryesor kanë me i delegitimu gazetarin, mediat, analistët, opinionistët, kush do qofshin ata. Dhe me idenë kur ti delegitimon, duke thënë se këta janë njerëz të oligarkëve, këta paguhen prej pareve dyshimta, këta paguhen prej Serbie, prej Rusie, kanë agjendat pshefta e tjera, provojnë që me e ngrit sentimentin e antarësisë tyne, votuesve tyne, edhe ata për një me neve, mediave, me na pa, si do farë armet, Shtalbin Kurti, që nuk përja dojmë të mirën këti vendi. Pra më thu se na nuk kemi dhonë kur farë kontributi, që gati ma shumë se 25 vjetë, gati 30 vjetë për këtë vend. Shumë ma shumë kontribut se plot për atyne që në nëzin qdo ditë rrjetet sociale. Tash mos tregomi modest.
Kështu që kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme për shkak se i vënë gazetarët edhe mediat në një ambient të pasigurt për me kry punën e tyre. Kush na siguron neve se na për shembull dalim pe këtij emisioni sot në rrugë ta zom, edhe nuk del dikush aty që mundet me reagu ndaj teje. Kam pas raste të sulme fizike etj. Mos flasim për sulmet që vinë në kërcënimet rrjetet sociale, vetëm pse në kokën e tij ose të saj pej asaj çka thot qeveria pe diskursit të qeverisë është kriju që ka përshtypja si na jemi ata që jemi ka e pengojmë Albin Kurtin me çu përpara këtë vend. Dhe i merë, e pash në intervistën të ndërtekën, atë intervistën e famshme, që më du me folë për intervistën, po kështë qef zoti Kurti në fund, ma pak dhe keme folë për raportin e qeverisë me media, po dhe keme folë që të më të bonë një farë debati mbi median dhe në mundësisht kanë qef partit politike këtë debatë, jo veç vetëvendosja, a për para kanë pas qef, po vetëvendosja është ma e zëshme kështu, ma shumë i absorë kësaj punë në këtë rast, kanë qef debati për mediat me bo politika. Tash si me thonë, qëtu përdu me thonë, qka ka media diçka që ishtë dashme me mësu? Që mas pari, mediat, mas pari politika në fakt, nuk ka që duhet asë njëherë, në asë një rast dhe asë një mënyrë me mësu median që është me bo gazetari. Natyrisht se mediat kanë lëshimet e veta, mediat i kanë problemet e veta, mediat i kanë problemet për cilat qeverit në përgjithësi ose institucionet nuk ka që merren shumë, në kuptimin që ata mediat i shohin si do farë si me thonë, qendrash të propagandës si pas tyre, të cilet sabak shumë që është fjallor popullore, mendojnë që është me sulmu Albin Kurtin, gjë që nuk është e vërtet. Mediat janë entitetet të cilat përpiqen me kry punën e vetë në mënyrën sa më të mirë të mundshme. E mira pra po them, ndryshe po i krejt media në rajon, është se mediat në Kosovë janë jashtëzakonisht kritike. A kalohet ndonjëherë masa që mundet me eskalun diçka tjetër, ndodh kështu, po prap do të më ktyte që ajo që e thash, ekzistojnë forma që është me ju qas edhe situatave të ngjashme, absolutisht. Nëse unë, ti, tjetri, që jemi pjesë e medjave, doj me hynë politik, ose do më marrë direkt me politik, na kryojmë parti politik ose hynë partit ekzistuse, unë nuk i bëj Albin Kurtit as kërkuj tjetër opozit, qysh ai menon me idenë një sfondi partijak. Se s'kom nevoj, absolutisht, s'kom nevoj, nëse kom nevoj hynë parti politike, nëse kom nevoj hynë edhe tim parti politike. Na kemi zgjedhë, mos me hynë parti politike, kemi zgjedhë me qenë pjesë e medjave, edhe vazhdojmë në këtë mënyrë. Për ndryshe, prap, për tej rezultateve që mundëm i qitë edhe raportën ndërkombëtare etjera, na e dim çfarë media kemi. Na e dim, kemi kriju këto media, kemi bashkëjetu me këto media, kemi jetu në këto, kemi punu, vazhdojmë punu në këto media. Edhe na e dim absolutisht se sa e shëndetshme është kur mediat e një vendi në një shoqëri demokratike janë kritike ndaj qeverisë. Është çështje tjetër se pse qeveria, cila do qoftë ajo, mundet me i konsideruar kundërshtare ose armike. Po mediat nuk janë kundërshtare, nuk janë armike të asnjë pushteti. Mediat janë aty për me raportu edhe për me dekonstruktu të vërtetat e pushtetit, ose raportimin e njëanshëm të pushtetit. Nëse vendosja kush do tjetër mendon se mediat veç do të më marr komunikatat e tyre, deklarimet e tyre, mos më ullon kontekst. Ata kanë departamentin për media para tyre. Ata paguhen njerëz aty. Absolutisht, na nuk paguhen për mi bë propagandë qeverisë. Ata njerëz që i kanë, paguhen, na kem punën tonë, paguhemi natyrisht prej punës tonë për me e pa nëse ajo që thotë qeveria është e vërtet ose nuk është e vërtet. Emer, faleminderit shumë. Faleminderit ty për mundësinë. Që patë mundësi të bisedojmë kështu. Na shihem për ditë e bisedojmë për ditë, po pak ma thellë, pak ma gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.